Një zjarr I përmasave të mëdha ka përfshirë mbrëmjen e sotme tregun e rrobave pranë rrugës 5 Maj në Tiranë, duke shkaktuar panik mes tregtarëve dhe banorëve të zonës. Flakët janë përhapur me shpejtësi, të favorizuara nga materialet lehtësisht të djegshme, duke përfshirë një pjesë të madhe të hapësirës së tregut dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Sipas informacioneve paraprake, deri në këto momente nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa tregtarët janë detyruar të largohen me urgjencë nga ambientet përreth për shkak të rrezikut të lartë. Dhjetëra tezga dhe sasi të mëdha mallrash janë djegur plotësisht, duke sjellë humbje të mëdha ekonomike për shitësit që ushtronin aktivitetin e tyre në këtë treg. Në vend ngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat zjarrfikse, të cilat po punojnë intensivisht për shuarjen e flakëve dhe për izolimin e zjarrit, me qëllim që ai të mos përhapet në zona të tjera përreth. Operacioni po zhvillohet në kushte të vështira, për shkak të përmasave të zjarrit dhe strukturës së tregut. Shkaku I rënjes së zjarrit mbetet ende I paqartë dhe pritet të zbardhet pas përfundimit të hetimeve nga autoritetet përkatëse. Megjithatë, përmasat e flakëve, si edhe fakti që ngjarja ka ndodhur në një zonë me interes të lartë ndërtimi, ka ngritur dyshime në opinionin publik mbi mundësinë që zjarri të ketë qenë I qëllimshëm. Autoritetet po mbledhin prova dhe dëshmi për të hedhur dritë mbi rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.